për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Mos e shuani frym. Janë këto vargje që na thrasin pali i thret vëmendjen bën që se unë mundohem në fakt kur ju them që të lexojmë gjithë kapitullin që që do të studiojmë ose vargjet që neve po marrim nga i kapitull, unë besoj që është më mirë kur e lexon të gjithë kapitullin, sepse ti merr dhe një situatë të përgjithshme se për çfarë po bëhet fjalë te kapitull, pastaj marrim dhe mësimin. Ndërkohë, kur morëm mësimin, edhe kur lexuam këshillat që Pali po i thërriste këtyre besimtarëve, nëse mbani mend vargun e fundit thotë ju përbetohen vëllezër thotë që t'ja lexoni të gjithë këtë shkrim të gjithë vëllezërve të shenjtë. Për të gjithë ata që besojnë dhe duan të ndjekin Jezusin, s'ka nevojë për ushqimin, për fjalën e Perëndis. Isha duke biseduar me një mik dhe më tha më kujtoi një diçka, një këshill interesante ose një thënie interesante, nuk di si mund ta thuash. Bariu nuk ban dele, delja ban del. Bariu kujdeset, ushqe delja, kurse delja riprodhohet. Edhe në kontekstin me kishën, Jezusi i dha pikërisht këto këshilla apostujve të vet. Pietrit i dha në fund, nëse do të lexojmë nga Gjoni kapitulli 21, e Jezusi e pyeti 3 herë Pietrin, i tha: "Pjetër, a më ndok mua?" Edhe po ta shikosh, ai i kthen edhe i thret edhe Simon. Simon do të thotë i lëkundur. Pjetër do të thotë shka. Kur Pietri ishte Pjetër, Jezusi i thriste Pjetër. Kur Pietri bëhesh i lëkundur, Jezusi i thriste Simon. Edhe e pyeti 3 herë. Edhe Jezusi tha: "Kujdesu për delet e mia. Ushqej delet e mia." Ndërkohë që i thret vëmendjen të gjithë dishepujve, të gjithë besimtarve, pikërisht që të bëjnë këtë, që të shumojnë vete. Unë kur ulem edhe bisedoj edhe me pastor të tjerë, që kanë ato besimet të tyre edhe me kishat të tjera dhe në kishat ungjillore. Zën debate madhore, këto diun doktrinale. Edhe unë them, neve dështojmë, po kemi dështuar me sukses, vetëm në një urdhëri. Në qoftë se neve do ta mbajmë këtë urdhërim deri në fund, neve nuk do të kemi kohë që të diskutojmë për doktrinë. Urdhërimi më i madh që Perëndia, që Jezusi vet na ka dhënë neve është: shkoni dhe bëni dishepull. Ndani ungjillin me të tjerë. Ndërkohë që neve merremi, thash, pikërisht me këto gjëra, neve harrojmë urdhërimin ton kryesor. Kështu që shko dhe bëj dishepull. Edhe aty ti ku je, merru me atë punë. Se nëse neve do ta bëjmë punën tonë siç duhet, edhe bashkësia jon, kisha ku neve shërbejmë do ta bëj siç duhet, ne nuk kemi kohë që të merremi dhe të debatojmë për këto gjëra. Ka gjëra më madhore dhe më të rëndësishme për që neve të kujdesim. Po, Jezusi na thotë, urdhëron, mësoni dishepull. I mësoni ato deri në momentin e fundit, sepse jeta do na përballin me situata të ndryshme. Edhe kjo na ndihmon neve të marrim këshilla të rëndësishme nga Perëndia. Por një nga gjërat kryesore, më madhore, të mundshme, është pikërisht kjo gjë. Ne nuk duhet të jemi vetëm të djegët. Unë do të bëj disa pyetje që neve na reflektojnë, na shkundin sadopo. E para është, a është adhurimi ynë ose adhurimi i yt
i përditshëm apo i rastësishëm. I përditshëm ne e dim çfarë do të thotë, në përditshmërinë tonë. I rastësishëm është të dielën. Do thoni unë e kam të qëllimshëm që të dielën do vinë në kish, po, dakord ja. Edhe unë kështu këtë lloj qëllimi kam. Por nëse neve e lejojmë vetëm të dielën, atëherë është një herë në javë. A e përjeton Zotin vetëm në kish apo gjatë gjithë javës? Të dy pyetje, ndërsa neve do të zhvillojmë mësimin tonë, ne duhet kuptojmë që adhurimi është stil jetë. Është një mënyrë të jetuarit që neve bëjmë. Adhurimi ndaj kujt? Adhurimi ndaj Perëndisë. Të praktikojmë pra gëzim, lutje, falënderim dhe ndjeshmëri ndaj frymës. Kur nuk ndiheni vetvetja, nuk e di si mund të shprehem. Kur nuk ndihesh i plotësuar, kur ti e din që Perëndia mund të veprojë më shumë tek ty, po ti nuk ndje. Nuk e di si mund të ta shprehem ndryshe me fjalë. Neve kemi diçka që na mungon, edhe është që shpesh herë ne fokusohemi tek emocionet, por dhe jo tek fryti i frymës. Çfarë do të thotë? Frytin e frymës ne e dim se çfarë është. Por ta praktikojmë atë në jetën tonë të përditshme. Ktu çalojmë gjithë ne. Se në fakt bota që na rrethon ne është e tillë që të bën të jesh i përfshirë në përditshmëri. Çelësi është mase mund të dhe me paragjykoni me këtë, shumë mirë ti na dhe ca ide shumë qartë. Por unë e kuptoj që në praktikë këto janë të vështira. Por çelësi është që nëse ne do përpiqemi gjithmonë që të mos marrim, le të themi, këto energjitë negative nga një person, është e vështirë që mos të përfshihesh. Por nëse neve nuk e lejojmë që të deportojnë në qenien tonë, atëherë marrëdhënia jonë me Perëndin është në nivelin optimal. Dhe nëse do të jemi në këtë, neve do të kemi diçka ndryshe nga të tjerë. Sepse kur neve gëzojmë edhe në sprova tona, në problemet tona, në shqetësimet tona, atëherë kapitulli 3, faqja 868, 869 janë vargje që do të lexojmë neve tek Biblat e vogla. Nëse nuk ashtu, po e lexojmë që mos ndonë se fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të ardhit, ndonë se punimi i ulliri do të jetë zhgënjyes dhe arat nuk do të japin më ushqim, ndonë se kopet do të zhduken nga vapa dhe nuk do të ketë më që në stalla, unë do të ngazëllohem te Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Tani, profeti po flet pikërisht për këtë përditshmërinë tonë. Nëse nuk do të ketë frut, neve nëse nuk do të kemi të ardhurat, ne nuk mund të blejmë frutin, nëse nuk kemi edhe kështu vazhdon ajo rrjeta. Por diçka të rëndësishme i kujton vetes dhe thot unë do të ngazëllohem, unë do të gëzohem gjithmonë në Zotin tim. Ne duhet kuptojmë këtë që kjo është shumë e rëndësishme, që mos të humbim këtë shkëputjen, këtë marrëdhënie. Sepse pikërisht çfarë Thesalonikasit po na kujtojnë dhe po na thrasin vëmendjen është pikërisht atë që Pali na thot. Edhe Pali thot, shikoj, jo vetëm juve që e keni marrë letrën dhe u kam adresuar këtë letër, po t'ja lexoni dhe të tjerëve. Jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim. Një armë tjetër e fuqishme shpirtërore është pikërisht lutja. Neve si kish
deri më tani kemi, do të them të drejtën, kemi dështuar me sukses të kjo. Sepse ne koha e lutjes tonë është vetëm të diel. Neve të dielën duam që të kemi adhurimin, duam që të kemi mësimin, duam që të kemi ushqimin, duam që të kemi lutjen, duam që të marrim gëzimin. Është një lloj sikur bën atë banketin e fuqishëm, për shembull vitin e ri, ose neve festojmë dhe atë ditën e falënderimit, që duam sjellim gjithë ato ushqimet e mira të preferuara, për shembull garit që kanë sjellin gjithmonë ata që dinë të bëjnë më mirë. Apo po edhe gjithë ham, kënaqemi, bëhemi kacik. Por neve e dim që 24 orë mund të qëndrojmë edhe pa ngrënë përsëri. Por ne nuk mund të shkojmë dot një javë. Atëherë kjo është, neve i themi shpirtit ton, frymës ton, që Perëndia na ka dhënë neve, ke banket sot. Ha, kënaqu, gëzohu, shijoje, lutu, këndo kënga adhurimi, lavdërimi i Zotit, ngrije zëri lart në qiell dhe gjithë to këngë të bukura që neve i këndojmë për Perëndi, për sot. Mbaj mend të dielën shihemi pas. Pali na thot lutuni pa pushim. Lutuni pa pushim. Diçka, një nga këshillat edhe biblike është, po dhe një nga këshillat që shumë njerëz me eksperiencë në shërbes, në qoftë se dëshironi ose keni për të marrë një vendim, lutuni pa pushim. Sepse neve mund ta dim, themi, për shembull, mund të themi që për po, një përgjigje, ku ta dim se çfarë. Edhe them, po do t'i the, po. Por lutu, shtroja Perëndisë përpara, gjitha, edhe në qoftë se neve do të ja shtrojmë Perëndisë të gjitha shqetësimet, të mirat, dobit e çka mund të përfshihen në këtë lloj vendimi, lutu, thot, pa kushim. Edhe në qoftë se ti je në këtë lloj forme, në këtë lloj rrugë, le të themi, ti je në një nivel tjetër. Neve shpesh edhe themi, shiko çfarë bëra unë, shiko se çfarë jam unë. Pra gëzim është sikur ti po adhuron në mënyrë të heshtur gjatë gjithë kohës. Edhe çelësi është edhe, domethënë, bukuria është që neve të adhurojmë Perëndin edhe gjatë ditëve tona të punës. Shpesh herë neve nuk e sfidoj veten tonë që ta ndajmë me të tjerë. Duhet të jemi më të përfshirë në shërbesën e Zotit. Ju e dini ku jeni me gjithë situatën tuaj të jetës, po duhet dini edhe diçka tjetër që unë si Altin nuk mund të bëj më shumë. Nuk mund ta bëj dot vetë. Ne mund të jemi ky brezi jo po kalon, po ikën edhe po pastaj me çfarë do ngeli. E imagjinoni neve jemi këtu, mbaruam neve, do mbaroj edhe kisha. Bukuria është që të vazhdoj edhe kur themi kisha e Krishtit ka kaq kohë dhe vazhdon. Se është fjala e Perëndisë. Por në qoftë se neve do të jemi, ne mund të jemi të rregull, ne mund të jemi shpirtëror edhe me sjelljen tonë, por qoftë se neve nuk ndajmë me të tjerët, atëherë vdes aty. Ju kujtohet ajo me talentet? Kur Perëndia, kur ai Zotëria i dha talente, njërit i dha 3, njërit 2, njërit 1. Ai që kishte 3 mori e shumoi. Ai që kishte 2 mori dhe i shumoi. Kurse ai që mori 1, ai kishte frikë dhe groposi e ruaj. Deri në ato momente që Zoti edhe Zotëria i dha një talent, ai ishte një nga shërbëtorët e tij të besuar. Por në momentin që ai nuk e mori dhe e futi në punë, nuk e shumoi, atëherë ai Zotëria e largoi nga mbretëria e tij.
E njëjta gjë me ne, derisa Zoti neve na ka dhënë jetën, na ka dhënë talentin, na ka dhënë shpëtimin, na ka dhënë mundësinë e të folurit, neve duhet të ndalem. Mos të ndalemi, por të vazhdojmë pra. Filipianët 4:4 na thot gëzoni në Zotin gjithnjë. Psalmi 16 thot gëzimi i vërtet është gjithmonë në praninë e Zotit. Me praninë e Zotit. Ne nuk mund ta bëjmë dot atë me veten tonë. E dini që adhurim ose një krishter që nuk lutet gjithë javës është thjesht një njeri mishor, nuk kalon në natyrën shpirtërore. Një krishter që vetëm hap Biblën fatkeqësisht vetëm të dielën është më shumë mishor se sa shpirtëror. Nëse nuk lutesh gjatë gjithë javës, gjatë gjithë kohës, ti po bëhesh njerëzor se sa shpirtëror. E keni vënë re që një personi, po ta shikosh, që më i zgjuar i mundshëm. Mund ta themi ne që kanë të IQ-n më të lartë të mundshëm. Nuk diskutohet për a është i gjallë apo jo. Po ta merresh re, edhe një që është më i volhumri, edhe një që ka kaluar në nën të kokës, nuk e diskuton më që është gjallë apo është i vdekur. Thotë unë jam i vdekur dhe nuk do të ha ushqim. Por këtë e ka në brendësinë e vet, në frymë, është i gjallë, ka jetë. Do të haj. Pavarësisht se veprimeve, sjelljeve ato, por e merr diçka e fut në gojë. Kur vi pihet ujë, pin ujë. Kur i kërkohet që të bëjnë nevojat e veta, i bën. Nuk diskutohet kjo. Por ne pse kur jemi të krishterë, kur e dim që jemi të krishterë, kur e dim se çfarë janë nevojat tona, kur e dim se çfarë janë detyrimet tona shpirtërore, pse nuk e bëjmë? Pse nuk qëndrojmë neve në Zot? Pse nuk veprojmë neve? Pse nuk lutemi neve? Pse nuk këndojmë neve të adhurojmë Zot? Pra duhet të jetë lutja është pra komunikimi i vazhdueshëm me Perëndin. Lutja është si stil jete. Neve kemi bekimin që kemi fëmijët, edhe një nga gjërat që fëmijët dinë të bëjnë shumë mirë është, që gjithë juve e dini, është këmbgulje. Kur duan diçka, nuk ndalen. Ngrihen mëngjes duan të ham, prit, se gatuaj. Po unë desha të ha. Po prit, po mire këti presun, po unë desha të ha. Gjëja parë, sa ngrihen. Unë desha këta. Po prit, nuk kemi mundësi, pak më vonë. Mire këti po do presun, po unë mua kjo më duhet. Ashtu duhet jemi dhe ne. Në këmbguljen tonë, në vazhdimsinë tonë. Le mos jemi neve njerëz që i kemi marrë këtë lloj talenti, çfarë do lloj talenti që Perëndia na ka dhënë, çfarë do gjërat që kanë besuar, por një gjë neve kemi të përbashkët është shpëtimi, është përjetësia, është gjaku i Krishtit që është derdhur në kryq për ne, edhe Zoti na thotë ndajeni me këtë me të tjerët sepse është edhe për të tjerët. Mos e mbani vetëm për vetë. Jezusi kemi shembull pra edhe Danielin si shembull, po Jezusi bëri deri në fund. Tek Hebrejt të thuhet nëse neve nuk bëjmë jetën tonë të perëndishme, por vazhdojmë dhe mëkatojmë, jemi njerëzor, neve po me jetën tonë neve po i themi Jezusit kryqëzohe, dërgojmë Jezusin në kryq përsëri. Efesianët 6:18 thot lutuni në çdo kohë. Është një nga thekset më të fuqishme që bëhen. Parashtroja Zotit. Sa prej nesh do ulen në gjunjë dhe lutet. Unë po dëshmoj parin e bëj shumë rrallë, sepse na mërthan ajo rutina jonë e ditës, ngrihemi mëngjes me shpejt se na vajti vonë për të çuar fëmijët në shkollë. Pastaj rrim një orë kështu se nga nxehtimi i madh, kapim të gjithë. Pastaj rrim çfarë do bëjmë.
Edhe e kështu me radhë vete ora 12:30 me vrap ti marrim atje se mos na del fëmia nga morri qopës. E gjitha këto me radhë. E njëjta gjë besoj është dhe me ju në mëngjes. Një mëngjes mos më në vajtje vonë, si nuk e dëgjova unë alarmin. Buro, po kush duron trafikun. E gjithë kemi gjëra që nxitojmë, por nxitojmë mas gjërave, mas anës materiali që është, e dim që e ka një limit. Por ajo çfarë është e rëndësishme, ne nuk nxitojmë për tek fjala e Perëndis. Ne nuk nxitojmë me vazhdim që kemi kohë lutë. Bëjeni personal. Unë një nga arsyet të rëndësishme që Zoti ju a di gjitha ato problemet, shqetësimet që keni. Por ama ne duhet të gjejmë paktën kohë në jetën tonë personale. Mos jetë vetëm e diela. Besoj që jeni të sinqert me veten tuaj, edhe me Perëndin, edhe thoni në veten tuaj, mund ta keni gjetur veten dhe i gjeni veten. Vetëm sot që po lexojmë nga fjala e Zotit, vetëm sot që ulim kokën në lutje, vetëm sot që këndojmë një himn lavdërimi Perëndis. Nuk është ta thënë që ta themi me zot larg, por është diçka një autokritik që neve t'ja bëjmë vetes tonë që mos jemi njerëzor mishor, por të jemi më shumë shpirtëror. Mirënjohje pra në çdo rrethan ku neve e theksuam dhe të jemi të gëzuar edhe në situatat tona të vështira. Jo gjithmonë për gjithçka thot, por në gjithçka. Pra në gjithçka neve të jemi Zotit mirënjohës. Kemi Jobin. Situata e Jobit, jeta e Jobit, Jezusi gjithashtu. Efesianët 5:20 na thrasin për falënderim, Kolosianët të thot adhuroni Perëndin, inkurajoni njëri tjetrin me himne dhe psalme. Vargu 19 që është i rëndësishëm, gjitha këto na bëjnë edhe na thrasin vëmendjen, po pse na thrasin vëmendjen? Se na thrasin vëmendje, vargu 19 thot mos e shuani frymën. Kur na thohet gëzoni, kur na thohet lutuni pa pushim, ku na thuhet në gjithçka falenderoni, vargu 16, vargu 17, vargu 18. Ndërkohë që vargu 19 tek para Thesalonikasve 5 na thot mos e shuani frymën. Nëse ne nuk jemi të gëzuar, nëse neve nuk lutem, nëse neve nuk falenderojmë, nëse ne nuk jemi të gëzuar, por gjithmonë ankohemi, nëse ne në vend që të falenderojmë Perëndin, por ne gjithmonë ankohemi, dhe në gjitha këto duke shtuar nëse neve nuk lutemi, fryma që është në ne do të shuhet. Efesianët thot mos zëmroni, thot, por mos lijoni diellin tuaj të perëndojë. Mos e shuani frymën. Unë as vet nuk e kuptoj, të jemi sinqert me ju. Por nëse neve do ta kuptonim, do të arrinim, nuk e di, i 5%, ai 10%, vlerën, çmimin ose çfarë neve kemi në duar, pra çfarë neve Perëndia na ka bërë dhuratë, frymën e shenjtë, ne nuk e di, mos e do të luftonim akoma më shumë. Dhe një nga gjërat që neve Perëndia na thërret, që ta njohim Perëndin më shumë është pikërisht me këto gjëra, pra, të lutemi pa pushim, të gëzojmë gjithmonë, sepse ka gjithmonë një gjë të gëzuar. Ta falenderojmë Perëndin nga gjërat e gëzuara. Do jap një këshill, gjatë javës, gjithmonë çdo ditë gjeni 3 gjëra që do të jeni Zotit falënderues. Edhe i shkruani, i dërgoni mesazh vetes tuaj në WhatsApp. Është ai opsioni ju që i dërgon vetes. Falenderoj Zotin për të 3 gjëra. Falenderoj Zotin që u ngrita mirë, shëndetshëm sot mëngjes. E keni vënë re që gjatë ditës si e mirë në rregull, pyp në ora 9, në ora 10, pyp temperatura bash flak. E keni vënë re që mund të griheni edhe mëngjes të herët që unë qesh rash mirë të shpata. Faleminderit Zotit që vajta pa ndonjë problem rrugës. Pa aksident. Javën që shkoj ndodhen 3-4 aksidente.
një këtu të Zogu Zivdiq, tu tek shkolla e muzikës 3 veta, 4 veta shkuan në spital në aksident. Pra, kemi shumë gjëra që ti jemi Zotit mirënjohës. Por bani këto 3 gjëra, ju inkurajoj. Edhe vet do të ndiheni më mirë është. Edhe sa më shumë se neve kemi këtë lloj tendence që gjithmonë fokusohemi tek të këqija, tek gjërat që nuk na shkojnë, nuk na ecin mirë. Por le të bëjmë 3 gjëra. Nëse keni në një blog, unë e inkurajoj me gjithë shpirt, do ja kujtoj dhe gjatë javës. Por i shkruan. Adhurimi pra nuk është vetëm muzikë ose këngë adhurimi siç bëjmë ne. Është stil jete, gëzimi i brendshëm, lutje vazhdueshme, falënderimi i vazhdueshëm dhe frymë ndet. Mos e shuani zjarrin që është në ju. Thuhet përsëri në Bibël. Një lutje mbyllëse, Zot na jep zemër që të adhurojmë në gëzim, në lutje, në falënderim dhe në ndjeshmëri ndaj frymës së shenjtë.